Prokuroria e Vlorës ka dërguar për gjykim 17 persona, përfshirë 11 zyrtarë të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kryetarin e fshatit Palas dhe disa ndërtues, të cilët akuzohen për bashkëpunim në falsifikimin e dokumentave dhe legalizimin e 3 objekteve pa leje në fshatin Palas Himar. Hetimet kanë zbuluar se ndërtimet 2 kate të tjera në fshat ishin ndërtuar pa leje dhe ndërkohë që ishin ende në ndërtim, ishin aplikuar për legalizim në ASHK-n e Vlorës, duke përdorur dokumente të falsifikuara. Zyrtarët e ASHK-s të akuzuar për shpërdorim detyre dyshohet se nuk kanë kryer verifikimet e nevojshme të kushteve dhe kritereve për të mundësuar legalizimin e objekteve siç parashikon ligji. Kjo ka çuar në legalizimin e 3 objekteve që nuk përmbushnin kërkesat ligjore. Prokuroria ka vendosur sekuestro preventive mbi këto objekte për të garantuar procesin e hetimit dhe për të parandaluar përdorimin e pasurisë së krijuar në mënyrë të paligjshme. Akuzat përfshin falsifikim të dokumenteve, falsifikimin e vulave, stampave apo formularëve dhe shpërdorim të tyre. Ky rast ka shkaktuar një shqetësim të madh në komunitetin lokal pasi legalizimi i objektiv pa leje pasur një ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e zonës dhe ka cënuar besimin e qytetarëve tek institucionet shtetërore. Autoritetet lokale dhe qytetarët e Palasës kanë kërkuar që drejtësia të ndjekë këtë çështje deri në fund dhe të mbajë përgjegjës ata që kanë abuzuar me detyrën dhe kanë shkelur ligjin.